Mirëmëngjesi Djema. Mirëmëngjesi. Si u gëdhit mirë? Mirë, si u gëdhit. Sot Allis Berishu sa thomaj? Rregulloi gjë apo jo? Kam rregulluar një ngarkesë për një. Më të lumtë. Ditë rregullosh mirë punën ti. Mirëmëngjes Barbakoç. Mirëmëngjes. Kamionin e kam gat. Dëgjoj këtu birim. Nuk kam ngjetë më ngelin makinat rrugëve. Thonë se andej ka trazira të mëdha. Ushqej kalamajt me këto kamione unë. Po ti mbrëm thes. Mbrëm ishte mbrëm. Sot është ditë e re. Nuk e marr vesh gjë ti? Ja plasi bomba mund mes pazarit e jo më të kesh siguri rrugëve. Dëgjoj vëlla. Udhëzimi është i qartë. Sonte jo më vonë se ora 7, materiali duhet të jetë e kura e parë poshtë malit vetë timës. Po ngarkesë. Barbakoç u ndroi mendje. Do nisesh pa lejen e ti. Tjerat i kemi rregulluar. Sigurisht, pas kësaj, ti s'do kthesh më tek Barba. I vdiq nëna kësaj pune. Është falsifikuar që s'ka burr ta marrë vesh. Atëherë, gjallë. Ose vdekur materiali në orën 7 do të jetë në vend. Hap syt thama. Shokët të presin. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Qytetar, natën duke kthyer 18 gushti në rrugën e Dibrës, në mes të Tiranës, u bë një atentat i shëmtuar kundra një automjeti gjerman. Viktimat e cilit qenë oficera dhe ushtar gjerman. Sulmet e tilla kanë ndodhur edhe herët e tjera. Ashtë derë gjak gjerman me anë pusinash. Durimi i fuqive të armatosur në mur fund. Banorët që janë përreth vendit të ngjarjes nuk janë kujdesu të largojnë ose të pengojnë krimin e shëmtuar. Si masa ndëshkimi urdhërohet civilion. Lagje e rreth e përqaf të vendit të ngjarjes në rrugën e Dibrës do të sheshohet. 50 të burgosur komunistë prej Tiranës të pushkatohen me njerë. 80 pjesëtarë të njohur të Nacional Qirimtares në Tiranë do të mbahen peng dhe në rast të përsëritjes të atentateve kundër pjesëtarëve të fuqive të armatosur në Gjermani do të varen publikisht. Komanda e trupave të armatosur në Po nisem për udhë të gjatë. Po nisem dhe unë atëre. Sa të ngarkosh ti kjo punë ka marrë fund. Makina po ngarkohet. Erdha vetëm sa t'ju shoh shpares. Prap do të nisesh? Po, kështu e ka puna jonë. Duhet lëvizin gjërat. Ashtu. Opa. Babi, e ata me ballonë. Beni, lëre babin se nuk ka kohë tani. Ti tash ti u bëre burr, mund ta ngresh vetë? Vetëm shiko. Ki kujdes se kalon e aeroplan. Prapjak put bishtin, ha? Shko tani. Këtë e ke për rrugës. Qati janë ambeti pa rregulluar. Po vjen vjeshta dhe do fillojnë këshirat. Nuk e ka të gjatë kjo punë. Unë do të kthehem shpejt. Mos u mërzit. Miru pafshim. U dhe mbar.
Bashkimi Kombit me lajmet e fundit, Bashkimi Kombit me lajmet e fundit. Atentat në rrugën e Dibrës kundër ushtrisë gjermane, atentat në rrugën e Dibrës kundër ushtrisë gjermane, Bashkimi Kombit me lajmet e fundit, Bashkimi Kombit. Më shpejt, shok. Jo aty. Fut këndej nga kreu. Faleminderit që s'ka gjë hiç. Miropaf. Një tjetër rrugë të mbarë. Të një tjetër. Hajde rrugë të mbarë, miropaf. Faleminderit, të një tjetër. Shëndet. Shëndet pash, faleminderit. Merri këtë. Çide shumë, çide. Merri të kesh për rrugë. Faleminderit. S'ka gjë hiç. Miropafshim. Të një tjetër. Hajde rruga mbarë. Tamam. Ura e marë. Hajde rrugë të mbarë.
Po shofer, baje, baje. Baje për kokën tënde, se ashtu e kam punën me agjele. Baje bëre. Unë nëziton kështu, o babam? Tek Gjermanët nëzitoj. Që Gjermano që i tamë. Qoj miell për ta. E kanë mirë ata gjara tejtë. Miell kanë, gjalp kanë, tërm kanë. Edhe ju s'mbeteni pas, ç'keq janë kohësh. Ata të malit e kanë keq, pa ju bëni koqen e qefit. Ç'të malit, more? Partizanët ortu një tjetër, partizanët. Po mirë t'u betur, babam. Ajo koka të feste do. Po pse, luftohet me këta? Kjo ruar është për këtë luftë. Ktheje për flamur. Nuk pi. Jam për rrugë. Fjor, pi se të gjithë për rrugë jemi. Fillin ja dim kësaj rrugë, po fundi namaz djalli vetë se di. Si do t'i vej fundi kësaj pune mi rjef shatë tëmën. Fundi the. A i dihet. Mbrëm në ora Beluli. Ishte 3 miziu. Legji ku e një jeti Beluli. Kush e vrau? Kush e vrau? Ata oret malit e vran. Kush do të vrise tjetër, Marika? Do trima lufta, trima. Se ore, babam, neve qemi. Si jemi trima ne? Trima je. Bukur qenë kanë. Të t'i ke? Të mi t'i kam. Mare për flamur ke zanat të mirë. As Gjermani së të nget, as partizani së të razon. Veç, mos i bjerë të mirës me shkelm që do të meten kalamajt rrugve. I pe ata që kaluan? Për ta përpiqemi. More aga, ata trimat atje mos të bëjnë në zërar, more. Se s'bëhet shaka me mielin e Gjermanit, dëgjove? Mos ki që derë se janë trimat e mjeta. I qofshin shëndosh, po mieli nuk e ka shkruar se i kujt është. Trimat, petullat i han aga. Folu. Mos nga s'bëni gjatë tyre, shejtan! One ta kthejmë atë makinë. Mire ke, të nisim dhe të largosit për Tiranë. Hajde o bura! Der Wagen soll zurück. Die Verbündeten zum Abtransport fertig machen. Më morët në qafë, po se qova mielin në vend, në pio e zeza. Nuk bëhet çaka me këta vëlla. Nuk kam ç'të bëj.
Farer soll herkommen! Wieder aufladen! Aj tjetër ke mbarë. Faleminderit. Të dola boqët o sullo. Pash vedrën qaf, pash. Më preti sa beu, të thash, nuk kam që të bëj. Nese, puna jote është kjo. Vafsh në sfel vafsh. Të thash unë ore babam, si djetë fundi kësaj pune. Ku e gjeti dhe Izabeu këtë vaktë të më kërkoj? Po që duhet beut me ka gjeleo, Alga? Po hëde, si ta merë mëndja ty? Ha? Një halë do t'a ketë edhe ajo. Ku di unë i varë? Unë nga të ruar. Po fundi ty po ta them. Sonte do t'i futim në thes një 2 komunist nga ata të peshkimit. Ty njohun ata horra, me duart e mia do t'u hava prangat. Mbaje se më shpëtoj.
Po pse më raki është kjo? Jo është ujë fare. Mi se erdhe thëma, nga ke humur kështu? Të një tjetër. Rrugve o rrugve. Po gjvap që bën. E po e ka kohën të ashtin? Një pila fasule dhe një teke raki desh. Një pila fasule dhe një teke raki. Apo dënoj një birë? Një loj është, leqësia. Mirë, mban, ti shile nga shtia. Mirë, i lash. Pilavi gati. Gati pilafi. Kamarier, urdhroni. Të lutem, një shishe shampanjë. Po se mbrëm vran Belula Gan. Një qënë më pak. Unë bitë vapori. U ardi fundi. Hajtë gëzuar. Hajde gëzuar. Po nga tim tanë, në vrandë një? E po luftë është. Gjermanët. Nxitoj, kam rrugë gjatë për të bërë. Miru pafshim. Miru pafshim. Faleminderit shumë. Të gjithë nxitojmë. Nxitojmë. Atëre te kura më presi. Po, mbrëm në shokët presi te kura. Mirë, unë po nisim. Vetëm dëgjoj këtu. Duan të arrestojnë 2 shok nga ata të peshkimit. Sa së është vonë, hidhu një vrapandaj. Rregull. Kujdes tek viroj nga ata cilfaqorrit. Janë hajdut ligjeta. Ua kam marrë erë. I tëre me nglyshët bushtrës. Hajtë rrugë të marë. Hajtë miru pafshim. Miru pafshim. Falli kombëtar,
Shqiptar për Shqipëri, për me flamurit ku qezi dhe kombinar po shkon, shqiptarët për Shqipëri, ja të vdesim, ja të roj. Për me flamurit ku qezi dhe kombinar po shkon, shqiptarët për Shqipëri, ja të vdesim, ja të roj. Byllë më ratë kamare di. Ke dëgjuar për trimat e selvëqorit apo të kruan kurizi? Çfarë marrë në atë makinë? Miell për Gjermanët. Pa të shojmë njerë dokument, ke? Na. Pa edhe një sy, profesor. Lete i kjo komandant, se vetëm miell ka. Dokumentat janë në rregull. Mbathje dhe zhduku shpejt, se po të zurin nata rrugës nuk arrin miellet e gjermanët. More vesh. E di vetë atë punë. Zhduku more. Po ky është miell, more! More zollop! Allah! Allah dhe ki një kodoshet e selfa! Na e hodhi poshtëri. Na e hodhi! Duhe lajmëruar gjermanët se Elfobej sa s'është vonë. Vetëm për të ngrënë e keni mandjen. Ku i kishit se të marë? Hara! Do ti mërë shmërria kam aty, mbathja shpejt se për flamë urtë. Hajde!
Është fillim i shtatorit të vitit 1944. Në këto anë ndjehen të freskëta gjurmët e luftimeve të ashpra. Njerëzit përpiqen të shërojnë plagët. Të ligë të që na prishën urë, na mbet në fmit pa buk. Nuk do t'i lëm fëmijët në mbeten pa buk, jo. Na ruan që po luftojmë pastaj. Një fjalë goje, si lem. Po si i bëhet halë dyqanit, more vlezër. U shkatrova fare, u shkatrova. Mbarua, more vlezër, mbaruam. More urën për të ndërtuar do të ndërtojmë, po është puna që ta bëjmë më të sojme, të mbaj makinat mbi të. O ta bëjmë më mirë se turku. Sturq, more urën se kanë bërë turqit. Makina the. As gomarës mana urë që tuon të ndërtojmë ne. Mbylle, more. Po pse e çkujtove ti ata që kanë ndërtuar mos kanë qenë me brirë njerëz si shin? Njerëz po kishin parase. Hekur, beton, ku t'i gjejmë? Mbylle, more. Ne dhe se kratë kemi. Mbylle, po tem. Po që na duhet lufta, more vlezër, që na duhet lufta. Mbaruam, more vlezër, mbaruam. Ç'të keqo bën të kjo urë? Pse e çkatëruan? Jo po më thonë gjanëm me urën çpatën. Dhe ke fashizit nën? Neri e popullit të keqe, nëna. Besoj nuk të kishe shkuar mendje se do ktheheshe mas 2 ditësh këtu. Ushtarët e tu e krynë për pikëmëritë e tyre në tyre. Ja akoma del tym. Mos do më thuash se edhe këto shtëpi ishin objekt strategjik si urat? Fol qën. Përse të kam e vërgoja? Leor komisar, ç'merresh me të? U justifikua për para, pranoj. Do t'i shpëtoj gjysmës lekut. Do t'i shpëtoj. Sa demi në shtab, marsh! Vështire kanë shokët sot. Vështire kanë. Amore, djema, si kur të kishim ca qereste ndryshe ishte. Ja u tregoja unë se si baj kjo punë. Si the ore doni qereste? E ku ta gjejmë të shkretë? Nuk them se shkollaj, ndryshe zbet, duen trarën. Erdhën partizanët! Dhe ke fashizmit. Liri popullit të komisar. Si të kam nëne? Mirë të bëftë, nëna. Ropsi sa malet morbir. Faleminderit. Më ju lumt. Pa marruar lufta filluat me njëherë nga ndërtimi. Po kështë bëjmë, komisar. Pa këtë urë neve nuk rojmë dot. Gjithë krahina këtë urë punon. Për gëzime, për hjetërime, për bukne, për kripën. Po vërtet. Pa këtë urë së roni dot. Nga në njave kështu i biri shemes, së ka dirë surmir mustatja, dhe ja keven gjithë këta manar për para. Po qobani qoban bete të staloni. Qobani qoban, po krabën ama e pas ka la frenga. Dhe kjo në shizmit. Liri popull. O të kejke, në. Ku i shpini këta sturejtër, më bi? Prapa dilit në noha, ke kanë? Të kishim ca qereste dinja unë, se fundin do njëj madhe, nuk eshte, jo. Mos dhe gjosh e i nuk janë gjion ti, mor djallën. Se ju vetëm thesin e ti ka pare. Makina duhet kaloj në biro.
Se jam, vjen vjeshta, fillojnë shirat. Edhe ky prua bëhet gjithë një më i thellë dhe nuk kaloj dot pastaj. Si kur të kishim të qereste. Po mirë, po si kështu o komisar? Lufta ndeje, tip. Që nga plagosur ti? Ja, ato derët në plagosur. Po mirë. Këputu nga një plumë bëdhëve të vene e sfel qenat e qenit. Kështu edhe hakën e mere dhe... Mire keti, po ja që tu në tërguar në shtab. Po, shtabi nuk është... Shtabi nuk është këtu. Baroj lufta, do zbesim poshtë, hanë dhe ikën. Jo, more, po kur ikën? Sot në mëngjes. Në molla si ke. Edhe infermeria atje shkoj. Molla si është larg. Larg është. Po pse? Ke hallin e këtyre ti? Hallin e tyre kam. Ata hallta ishim ne o komisar. Gjithë hallet bashki kemi qarë, edhe në kohët më të vështira, jo sot. Gjalloni ka marrë përsipër që ta rindërtoj urën o komisar. Po ella fjallën Gjalloni e mban gjithmonë. E mbaj, po duhen bura, s'ka se kanë shkuar në luftë. Mirë, po do me thënë e ndrojë fjalën ti se pakën për para dhe se bëhet ura. Pa bura? Jo, vlla. Gjalloni ti se s'fshe një mendim. Tu e hapur. Ne i lirë këta një 2-3 ditë. Janë si mushkat. Mundet në asil në kraj qereste nga pylli lengës. Po ja më thuaj, kujt ja ngarkojnë kuris? Demiri që po ja me shpirtin kolla? I kërën pikë, so Gjalloni. Jo se kështu edhe komisarin e shpëtojmë nga gjithë e u dhe gjatë. Edhe këta shiktanë rivëm që të punojmë të në urë, pandaj. Si kur të ndërtojshin urat me lafe, do që kollaj. E pëhë, komisar. Si thua? Duhet lajmëruar shtabi. Dërgojmë korjerin. E shtabi për plumbi do ata, se mos do t'i bëj pastërma. Shoku komisar, mos harroni plagën, duhet mjekoheni atje. Ura është më rëndësishme se krau im. Dëgjoj këtu. Urdhëro. I ke lajmëro komandantin dhe i thuaj se shtabi është në Mollas. Shoku komisar, po plagën. Paret ajo punë. Ura të ndërtuar se s'bën. Po pati në një mendim tjetër, i thuaj të na lajmëroj. Si urdhon, shoku komisar? Vdekje e fashizmit. Liri e popullit. Liri e popullit. Ja, po kështu po. Urën do të ndërtojmë vetëm ne që jemi këtu. Të tjerë s'kan ka të vinë. Fjalë me mënd, edhe ne e marim vesh. Po na duhet edhe njeri me shkollë, apo jo, komisar? Ashtu është, mojna. Inxhinier duhet. Po ja që nuk kemi. Do me thënë, kemi edhe nuk kemi. Ja, oficeri atje është inxhinier urash. Kështu thonë dokumentat. E që inxhinier Zeza është a jo, komisar? Djallë me brirë është. Pse e kurseve plumbi? Ata ishin të shqetësuar. Diçka duhej bërë. Ura duhej ndërtuar. Te i maleve dëgjoshin akoma të shtënët e artillerisë. Luftë bëhe i matan maleve, luftë bëhet edhe këtu te ky pruaj vogël, te kjo urë e prishur. Po afronte vjeshta, po afronin shirët. Po, kjo urë duhej, sepse njerëzit do të fillonin të ndërtonin shtëpit e djegura, fshatin e tyre, se mbi të do të kalonin qerret, buka, materialet e ndërtimit. Le të ish kjo urë sado e vogël, por mbi të do të shkonte vetë jeta e këtyre njerëzve.
Morgan. Morgan. Në rovë sa malet, more komisar. Prap në u gjende në ditë të vështira. Ditë të vështira nuk ka më, Gjaloni. Ska dhe s'do të ketë. Rovëshim partizanët. Këtu janë ata dera? Këtu janë. Qoni, do të shkojmë në pyllin e lëngës për të prerë dru. Qoni, dru, bum, bum, në malë. Qoni. Vi është zinë militers. Vi është zinë krizke fangene. Qfarë thot o komisar? Jemi ushtarë, thot, robër lufte. Dera janë. Pisër janë. Qoni, more dera! I protestire! Qfarë thote? Jam dakord, thot. Ky është mi madhi këtyre? Ky është, ky. Trarin më të rëndë kam për t'i vend në kuris. Gjingla mingla. Nisto! Nisto! Hajde. Hajde para. Hiqë, Ademir! Hiqë si dhitë! Osvald, me këto gradë të ndërtoni urën? Po, me këto gradë të ndërtojmë. Unë kujtova se do të kishit gjenjer, dhe jo kuzhinjer. E vetë një gjë që mund të besohet grave, është të zien lakra. Më falni, nuk kam dëgjuar ndonjëherë të ndërtohen urat me gra. Burrat luftojnë. Di. Nuk do t'i marrim burrat nga lufta. Ata duhen për të shporur ato pak shok të tu që kanë mbetur kësaj toke. Qartë. Sikur mos të ishin fëmijët, as gratë nuk do të ishin këtu. E megjithatë ne do ta bëjmë punën një lloj si burrat. Ashtu qoftë. Por do t'isha kurioz të dinja se si do të rindërtoni shtëpitë. Këtu nuk shoh as hekur, as cimento. Apo do ta sillni më vonë? Nuk kemi nga e sjellim, nuk kemi as hekur, as cimento. Më vjen keq për ju, lodheni kot. E megjithatë urën do ta ndërtojmë. Do apo s'do t'i dhe shok të tu. Dhe tani të pak dallafet. Çoni.
Si kur të kishim ca mushka, o komisar. Më ndryshe do t'i ishte. Po mirë të shkretën. Nuk ka as një mushkë të fshat? Jenë me u lufta dhe ato të flamosura. Po, vështirë do t'a kemi. Vështirë thua, po unë jo thash more të uruar. Neve kot po lodhemi, nuk i dilet se pune vetëm e kra. E si s'fole njerë mbaro, Shahin. Të gjitha zeza duken ty. He, po unë që thash more vlezër, që thash, se mos vetëm mushka ta mungojnë. Neve kot po lodhemi e kot, për njerë kot po lodhemi. Dhe amor, që ravec! Kot po lodhemi, kot. Kot them dhe unë. Me urën që patën gjanëm. Që të keqë u bënd ajo? Demir! Si duket? Njaftë apo moloni apo duhet gërmuar me? Këtë gërmuar? I thonë urë kësaj re, nuk i thonë lodre. Apo doj që të në gremiset pa unë ngritur mirë. O Demir, sa ka u të leku. E qera ta lodja. Edhe nga uret mirë veshku. Unë është njeri u me gamë. Po. More, këja u kalone atyre me shkollë. Po që do që nuse nuk gjeti. Kam beti pa martuar. Tëgjoj. Neri me dërtullike. Ne për ati këtë njëra, ti mendjen patu. Rikeni burrat, rikeni. Ashtu, opa. Edhe ca. Po hemare ju me frisat e tjallit. Po lëvizini mare tuart, hemare. Amore, ju engër sama ju engër. Që s'dini të marrë një tras, dini të marrë. Vini lartë. Rikeni burrat, rikeni. Ashtu, opa. Edhe ca. Gjaloni, urdhoni, ti do që nërosh të kura. Vazhdo shpënosin e trarës. Si urdhon? Kurse skuadra 2 dhe 3, vazhdoj sjell qeresten. Ju 2, do sill një gosht. Do hidhe gjerë fshat. Sikur dhe në fund dhe u t'i kërkonin do t'i sillnin. Mirë po, Shahini na ka lënë shënden o komisar, nuk gjenet gjukundi. Ka ikur? Po. Ashtu duket. Po çdo presësh nga Shahini o komisar. Ai vetëm xhepin e tij ka parë. Më mirë që iku se pastrojt edhe ai këtej. Në kohën tonë, urat i bënin me qemer, me gurë. Ato ishin ura, edhe rufeja të bite si prishte dot. Që të keqe gjanë mu bënd të kjo urë? Lero Gjalipe për kokë tende, në i bremi bje fjellë do të shkretën? Po,
Ka dhe dezertosh. Atëherë në punë, shok. Nisemi? Hajde, jo, vleze. Ora, po, veri për para të suleprit aty. Ta mërmendja kur se si mund të nodhë në jetë. Kur nuk e kam qarë kokën se si mund të nërtojnë urat. Mjafton të udhtoja sipër me kamion. Po. Besh ato, Ali. Mandaradam, beksh të o. Beksh, beksh. Gosht, po? Vjevura. Jo, bre kumandar. E mu mirë, moj. Komisar. Po ka plot shtëpi të djegur, atje im lodhen. Do një para. Lere atë muabet, komisar. Pa dridhe njëherë. E po ty mi ti dalë për ajrë. Faleminderit, okej. Muke ka shtali. Muke ka shta, peshto. A këshipari ishite mere? Selman. Greu, Selman. Greu. Hajde să buvon. Jemi vonë, ore. Demir. O, Demir. Demir. Qau. Hajde, shpit. Greu, se jemi vonë. Po jemi vonë, greu. Tahir, luk. Rulasi. Luku për bashta.
Nuk mund kalohet me 50 kuintal një arkes, komisar. Të paktën shkarkojmë thas. Unë kuptoj se edhe vetë jam shofer. Por nuk duhet besoj që kjo ur nuk mund të majë një kamion. Kjo ur është ndërtuar nga njerëz të fortë. Prandaj duhet jetë e fortë. Kjo është marrëzi, komisar. Ta provojmë njëherë pa ngarkesë. Ma lër mua kamionin. Kamioni filloi të lëviz mbi urën e drunjt. Vërtet ngadalë, por lëvizte. Komisari e ndjente se me qindra sy e ndihnin me ankth e dashurik të skenë. Por ishin edhe një palë sy të tmerrshëm që e shikonin atë. Ishin sytë e kapitenit Gjerman. Si kur të gremisej kjo makine mallkuar dhe bashkë me ta edhe komisari. Pastaj le të ndodhte shtërdonte. Por ura e drunjt e la kamionin të kalonte. Buka filloi të kaloi. Njerëzit janë të lumtur. Ata do të mund të jetonin dhe do të jetonin më mirë se dje. Kjo urë e vogël u dukej atyre si fillimi i një mrekullie të madhe. Për një bojotare, hajde lule more trima gjëra
Atëherë fillojmë bashkarisht. B, F, L, P. E përsërisim edhe një herë. Vdekje fashizmit, liri popullit. Sa shti shkruane në fletore. Me që, në komisari. Meri më leje mësuses. O zonja mësuse, më kërkon komisari, kam leje tiki? Hajde me që vulumuri, hajde. Zonja të mësuse rinë në kasabaje, nuk rinë male. E po ma bëni allalo, vlezër. Unë që bëni jam. Mirë, Meqo, mirë, shko. Hajde. Vdekje fashizmi, liri popullit. Liri popullit? Ullu me që, ullu. A mos e s'prish punë. A ke qenë njërë në Bogonica, me qa? E që më pyeto, komisar. Më thuaj ku s'kam qenë. Ore, s'kam malë që s'ka qenë Meqo. Po mirë, qalë kënë Bogonicë, komisar. Tek shpitalet e Bogonicës dhe spitali partizan. Duen quar atje një hali me shëgjyriu. Është rrugë e gjatë, vetëm një mush kemi, për duen quar sa më parë. Son të zorë se do të rrinim Bogonicë, me që. Prandaj unë them, do me thënë ne themi, senata duhet kaluar në një vend të sigurt. Ashtu them dhe unë, por... E dim. Ballistët janë afër, gjermanët kanë hyrë në fshatër. Prandaj zgjodhëm dhe ty. Ti duhet I kalosh ata parë në sy. Dhe shiko, në qoftë se I shikon rrugës, më shtjerë, më të viman zira. Nuk duhet hapur zjarë në asnjë mënyrë. Mbi të gjitha rëndësi ka që shokët të qohen shëndosh e mirë në Bogonicë. Mos ke merako, komisar. Hajde di më shpejt, mos humbisni kohë. Shoko komandant, po unë si jam për spital. Pastaj nesër kemi punë, unë duhet luftoj. Ti ke humbur shumë gjako, Mihal. Të shërohesh njërë pastaj. Hajtë miru pafshim. U dhe mbare miru pafshim. Miru pafshim. Hajde rruga mbaro me qa. Kujdes, hap sytë. Miru pafshim. Julka! Merret e letrë dhe jepje doktor Pavlos në dorë. Miru pafshim. Miru pafshim. O të mba.
Dhe shiko, në qoftë se i shikon rrugës, mos shtjerë, mos bëj marrëzira. Nuk duhet hapur zjarr në asnjë mënyrë. Mbi të gjitha rëndësi ka që shokët të qohen shëndoshe mirë në Bogonicë. Bau një shok, edhe pak arrim në manastir. Mos lëvizni që këte pa këtëru. Si keni hallet këte, moj nëno? Çka more birë, çka? Po Gjermanët a vinë këte? Ka shumë kohë që s'kan ardhur. O nëno, jemi për rrugë një 4 vetë. Sigur të vinim të çplodheshim 2-3 orë këtu. Vetëm ujë dhe siguri duam, asgjë tjetër. Mirë se të vini birë, mirë se të vini. Mos e mbyll portën se erdhëm. Të shlodhemi pak dhe të nisemi. Nata këtej ka të papritur. Megjithse plaka tha që gjermanët nuk vinë shpesh këtej. Ishte rrugë e gjatë kjo e sotmja. Nuk ndje mirë. Pak ujë. Erdha, biro, erdha.
Të shumtën e rrugës e kaluam. Dhe pak në ka metru mjalë, si thua? Nuk munde me Omeqa. Këmba më është në pirë fare. Shkoni ju. Gjerë nesër nuk i dihet. Jo, kjo është punë që s'bëhet. Mjalë, jep ti në mushk. Unë mund të eci dhe kështu si që jam. Të turpron lufta, more birë. Po t'ishte ko tjetër, do t'i prisnim ndryshe miqt. E si mbetëm kështu në të shkretët. As syn, as del më njëri në manastir. Është Theotaqi. Është Theotaqi. Kishte shkuar në fshat për të bler ushqime. A i tha se do të kthej nesër. Kush e di se që ka ndodhur? Kush është? Hape, jam unë. Tunja tjeta. Në fshat kishin hyrë gjermanët. Mendova më mirë të mos shkoj fare. Ira prap të fikët. A i s'ka thaj, ka humbur shumë gjak. U pa kjo punë. Natën du t'a kalojmë këtu. Do të bëjmë bashkë, Roje. Ashtu them dhe unë. Këtu të shtrova dhe ty jeto. E që deshe o nëno. Unë që banjam, brinjave kam fjetur. Mirë, birë, mirë. Unë e varë pra për mirë me ndova. U gdhif shëndosh. Shëndet pas nëno.
Shko fli dhe ty ylk. Të zgjojën po të më marrë gjumi. Që bën mjali? Si kru që të sua, ca. Po edhe unë nuk kam gjumë. Jo, shko që lodhë ti. Kemi akoma goxha udhë për të bërë. Natën e mirë. Të mire bëfshi ylka. Gjermanët Meqo, ngreu, Gjermanët po vinë.
Dil në anën tjetër, Luka. Këta i ka me rak vetë. Ku vete kështu mërë? Kjo prapë. Po ne, s'bëjmë këtu. Fjo të thash! Nuk lihet shoku vetëm. Bite nënës, këtu poshtë ka një dalje të fshetë që të nxjerr në përrua. Ylka, nisun juve. E pa mundur. Kjo shurë, more vesh. Po ti vetëm. Unë vi pas. Nisu një njeri ju sa nuk është vonë. No. Tregoj shokëve dali. Ylka, do merrni të atë pjetë për ojtë. Tek dushku me lartë do këtheni tjafas. Në kasollën e parë që do të gjeni do të pyesni për Kozma Gjomon. I thoni se vini nga Naimi dhe se du t'u tregoj rrugën për Bogonicë. Miru pafshim? Dhe mos harro se shokët duhen çuar patjetër. Nisuni.
e vetën ti.